a dit i ka dhonë që 72 pjesëtar janë vrarë nga terroristat shqiptar atje, por njëtën gjë ma kanë shpjegu edhe Kramaviki që i kanë po, fshati Kramavik që është përballë Rokovinës, e kanë konfirmu si sa kanë mujt ato autoambulantat kanë bajt njerëz. Ata janë kon krejt para militarë, që shushike. Në ata kom qitë me Gulinov. Po, kom knesi tash me ta thonë të vërtetën, s'ka pas ma knesi kur i shishim të tërhek forcat, pa aty ata ushtarët kongë, s'ka me ditën e dytë, do më thonë, merën ata ishin të përgatitën mirë, bedem kujtohet një djallë, jo as i me pa me sy kështu, po qaq i shkon përgatit për Menehes, për të Menehes në 82 mm, sa e kom një knasit më të madhe s'kom pas një teme, kur o dalë e ka vendosë aty në atë pikën ku ashtu edhe e bëj ka i matë që shkesh mësu atje, edhe kur fillun me hi apet prapë për Kralën, më ka thonë qëre, mundësisht ti, qitë me Gulinov, tha se ma njën mu kur të nshej konë. Thash, ma unë me qitë, po unë së një bëj kur gjatë jenë ka. Tha, qëti më s'ki derë s'ka si. Po në atë ko e pova që fillun komisaria më shku, ku ishin stërhu banorët e fshatit Cërmjan, një faravendi quhet mua, i shisha me turbit, se kishim turbit, i shisha që filluan ai me shamia, zezat, kuqesh, si ata ma që she kanë pas. Thash, tash po qes, thash se po qes në qata, jënë tenka, se tenkës, unë kom qita ne, aj, ti ka shu 2 preda për njerë. Edhe me thonë të vërtetën, le mo që e ka lemru vetë, konë ajo radio, televizion në Gjakov, nuk e di që shqyke, po i thëshin Hajrije Spikerica, që jep ka ato lajmet, a dit i ka dhonë që 72 pjesëtar janë vrarë nga terroristat shqiptar atje, por njëtën gjë ma kanë shpjegu edhe Kramaviki që i kanë po, fshati Kramavik që është përballë Rokovinës, e kanë konfirmu si sa kanë mujt ato autoambulantat kanë bajt njerëz. Që ky bashkim Selmoni, bashkim Ahmeti i thuin, 2 preda atje kanë shu në komisaria, që se komisaria hala pa fillu mu njës, vetëm kanë fillu këto mjetet e blindume për para, komisaria hala ishte atje pa u aktivizume, edhe u kanë ra preda, do më thonë, pik në komisari. Ata janë kon krejt para militarë, që shushike, në ata kom qitë me Gulinov, po predat kanë ra atje në komisari, të ushtrisa, policisa, që ka pas aty në kuta dione, edhe ka fillu kolona, ka ardhë, atër ashtu njëtën gjë e kanë kry me top. Ata djemë që ishin përgatit atje, e kanë ardhë kolonën, edhe me të thonë të vërtet, dhe në ora 5 mas dite, kena qëndru po dikur, në mësosën edhe senës, na bëshim, shakem bëjt me kra aty në vike kamioni me rëmati, pe gjitha onëve masandej, se na kem pos pozicionin nel. Ta me tjenë ka kur gjos na bëshin, gjushin, po nuk na rëkën e. Po i qitën një fshat në mesh atje, thujnë, i qitën atje, e pe atje ju bike drejtimi fort mirë, edhe s'lan vend, pa gjujt për i tëra onëve. Ka ora 5 mas dite, vishë arritën me na marë pozicionet, e djegen ma lagjën time, edhe një lagjë shavazekve, edhe u zbrapsën prapë. O, kur knesi tash me ta thonë të vërtetën, s'ka pas ma knesi kur i shishim të tërhek forcat, pa aty ata ushtarët kongë, s'ka me qa, më ishin për gëzimit, me të vërtet ishte gëzim i madhë. Edhe atë dit, jënë plagos këtë 1-2 ushtarë, letë, jo ushtaran, edhe atër patëm një qëtësi deri me 2 shtator, bom na do përgatitje sa mujtëm me bom prapi i aktivizum gjanat, po tash populata patën kalu anej Drinit, ka Lapqeva atje,
Po mirë, po dytën ditë kur hinë në fshatin Kralan, u detyruam edhe Pidllap që më largu se ishin këta fshati mrasor, që edhe ta kanë bërë rezistenca, në mënu me na dalë krah, po s'kishin mundësi edhe ata. Masë nej kur pak u qecu puna, i kem kthy familjet prap, po prap me 2 shtator, prap e në sërmu, që është njëjtën kohë, atër dhe i ka 5 ora, prap si kem lënë, na kanë hjapë, ata na kanë djetë këtë fshatin. Krejtë s'kanë lënë kur gjon,